Ky është shërbim që ekziston, por që me kapacitetin të dritën, finon të dritën kapacitetit e kësaj, po pajisjet tjera do vinë për shkak të mosbukërisë punës në vendet të vendosur në klinish të vendosur pajisjet. Dhe në kohë është bani investim jashtëzakonshëm i madh dhe atëherë me drejtoreshin kur patim folë, investimi këtu va mirë, po kushtet e punës në anal i kemi jashtëzakonisht keq. Në pat rekorde ka dhënë bashkë me ÇKU-n në plan të veprimit dhe rezultati është sot që relativisht shkurt kemi arritur me përmirësu në nivelet më moderne në laboratorin e patologjisë molekulare dhe histokimike. Këto veç infrastrukturë, ka të shkriju, dhe në cilon që qënë të në zjerimin e këtyre analizë. Këtë në gjyre të reformat, sa ashtu me kushtet të ndryshme, kështë të zemë, edhe kushtet të reja, është bërë një reorganizim. Kjo është sala studentëve, është që në qëndërën ke investu edhe në generata të reja. Kjo salë përdoret për studentë. O, Florian, hajde do të pare që të pak të gjame? Okej, në falë, dhe të shpojnë që atër. Më lejoni që fillimisht falenderoj drejtoren, doktoreshën Merita Hashani dhe Ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia, si dhe operatorën ekonomik, të cilët kanë punuar mbar mirë e shpejt dhe na bën sot dëshmitar të këtij transformimit të Institutit të Anatomisë Patologjike. 650.000 euro është shumë e gjithëmbarshme e këtij investimi për renovimin e plot të katit të parë të instituteve paraklinike në një sipërfaqe të gjithëmbarshme prej afër 1000 metra katror apo saktësisht 976 metra katror. Transformimi është rrënjësor, me qrastje në ruajtur vetëm muret mbajtëse dhe pllakat e meskatit, ndërsa të gjitha hapësirat tjera janë rindërtuar dhe janë pajisur nga e para. Në kuadër të këtij projekti janë zgjeruar dhe pajisur me inventar bashkëkohor 2 laboratore, laboratori imunohistokimisë dhe laboratori patologjisë molekulare. Pastaj janë riorganizuar dhomat e patologëve për më shumë specialist, si dhe janë funksionalizuar hapësirat përcjellëse për punën e përditshme. Njëkohësisht janë rregulluar edhe hapësirat për marrjen e mostrave, sporteli në korridor, dhoma e rojes, si dhe janë rinovuar sallat e studentëve dhe zyrat e profesorëve të patologjisë. Transformimi klinik pas klinike, institut pas instituti, do të vazhdoj deri në ndryshimin rrënjësor e cilësor të shëndetit e të shëndetësisë sonë publike. Në fund falenderoj edhe gjithë stafin, të cilët punojnë pa pushim këtu dhe angazhohen që shëndetësia publike në Kosovë dhe pacientët të marrin trajtimin e duhur e të merituar. E tash para jush do t'ju drejtohet drejtoria doktoresha Merita Hashani, më pastaj edhe ministri Arben Vitia. Zoti Kurti, kur do të intervenonin në kambin e Merzymeri? Kemi pa pamjet janë vetëm pak se një herë doktoresha ka fjalën. Atëherë, faleminderit për vizitën dhe për praninë e juaj. Sot është një ditë e veçantë për neve, për shkak se për herë të parë pas ndërtimit ky institut, kati i parë i këtij instituti me një pamje krejtësisht tjetër përmes transformimit rrënjësor, i cili është arritur përmes mbështetjes institucionale dhe përmes menaxhmentit të SHSKUK-s.
ky transformim ka kriju kushte të reja të punës, duke rritur kështu cilësinë e shërbimeve shëndetësore në Institutin e Patologjisë dhe në këtë mënyrë ky investim do të ndihmojë dhe do të ndikojë direkt në mirëqenien e qytetarëve. Instituti i Anatomisë Patologjike është institut referent në nivel të Kosovës. Këtu pranohen mostrat nga QKK-ja dhe nga pothuajse të gjitha spitalet rajonale. Në këtë institut kryen biopsit, citologjit dhe autopsit për gjitha këto nivele, ndërsa numri teknikave të cilat i përdorim janë teknika të avancuara dhe do të shkojmë tutje edhe në avancimin e teknikave, synimi jon është edhe në avancimin e teknikave më moderne, duke ju falenderuar shkencës dhe teknologjisë. Pra do të shkojmë tutje që të rrisim gamën e shërbimeve, duke filluar fillimisht me shërbimin e nefropatologjisë, e cilën insistojmë dhe synojmë ta hapim së shpejti si shërbim, e pastaj edhe shërbimin e patologjisë molekulare dhe shërbimet e tjera të cilat janë të nevojshme për pacientën tanë, duke ndikuar kështu në rritjen e shërbimeve shëndetësore në institucionet shëndetësore. Faleminderit shumë. Atëherë jam shumë i lumtur që sot erdhëm dhe pam punën që është kryer në Institutin e Patologjisë, një institut me rëndësi të jashtëzakonshme, sepse puna në këtë institut tregon edhe për klinicistët, sidomos për klinikën e onkologjisë, shumë në mënyrë që pacientët të trajtohen në mënyrën më të mirë dhe më të shpejtë mundshme. Ashtu si tha edhe drejtoresha, jemi duke punuar që sa më shpejt aktivizohet edhe patologjia molekulare në mënyrë që të na ndihmojë për pacientët onkologjik edhe me terapi target terapi, në mënyrë që pacientët edhe të marrin terapinë më të mirë, po edhe mos shpenzohet për pacientët të cilët terapia mund edhe mos të ketë efekt. Në anën tjetër, ky vit do të jetë vit i diagnostikës, do të investohet në gjitha laboratoret pa dallim, duke filluar me teknologji të re, me digitalizim të laboratorëve dhe natyrisht kjo është një ndihmë jashtëzakonisht e madhe për të gjithë klinicistët e sidomos për pacientët, të cilët do të kenë mundësi që të diagnostikohen në mënyrë të saktë, në mënyrë që trajtimi pastaj të ketë sukses. E falenderoj sinqerisht drejtoreshën për krejt angazhimin në këtë punë, bashkë me krejt menaxhmentin në SHSKUK e sidomos stafin e palodhur të Institutit të Anatomisë Patologjike, të cilët me përkushtim kryejnë të gjitha punët të cilat vijnë mostrat nga secila klinik në QKUK, por jo vetëm. Faleminderit drejtoresh. A mundesh me më tregu se me që jemi të renovimet, kur do të renovohet kampi e Merzymberi, i kemi parë disa pamje të publikuara, gjendja ndërmjet aty në pamjeve është dukur mjaft e tmerrshme. Projekt buxheti prej vitit 2024 deri në 2026 i ka të planifikuara të hollat, si është plani juaj? Është e vërtet që ka shumë muaj që nuk kam qenë në kampin e Merzymberi, por përgjigjen e pyetjen e juaj duhet të jap Ministria e Punëve të Brendshme, përkatësisht Policia e Kosovës, e nëse nuk e kam bërë ose nuk e bëjnë, unë kujdesem që sot pas ditët ta keni një përgjigje. Sa është e rëndësishme që policët të kenë... Më falni, tash duhet përgjigje më dhe datën e zgjedhjeve zonja Osmani me 28 dhjetor dhe a kthej ajo shpinën e para apo jo pasaj? Unë nuk kam se çfarë të shtoj prej konferencës për media që kam pasur para një jave dhe nuk besoj që është e nevojshme ta përsëris veten. Presidentja e Republikës është kreu i shtetit, ku unë jam kryeministri i vendit dhe unë besoj që kemi një çështje që tash ndodhet në gjykatën kushtetuese, ndërkaq theksi duhet të vihet tek fakti që në vitin e kaluar kemi pasur 4 palë zgjedhje dhe unë jam i bindur që nuk kemi nevojë ta përsërisim vitin 2025, viti 2026 është vit i ri, nuk është as e drejtë, as e dobishme që të kemi zgjedhje të përsëritura. Prandaj është e domosdoshme që të kemi marrëveshje me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit dhe qytetarët e Republikës presin prej neve stabilitet institucional e jo zgjedhje të përsëritura. Pra nuk ka nevojë për zgjedhje të reja të përsëritura, ka nevojë që sa më parë ta kemi
aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të filloj kuvendi të punoj me qenë se mbi 120 milion euro të marrëveshjeve të ndryshme ndërkombëtare na janë vonuar për shkak se nuk po punon kuvendi i Republikës dhe në anën tjetër zgjedhjet e reja do të kushtonin së paku 10 milion euro. Nuk bëhet fjalë tash se kush e ka shumicën ndërmuese, subjekti vetëvendosja ka fituar me 51.1%, dhe çështja është e kuorumi për 80 deputetëve dhe nuk besoj që na duhen zgjedhje të reja për të pasur garë se apo i bëjmë 80 deputet. Është domosdoshme që sa më parë të funksionalizohet kuvendi dhe të mos shkojmë në zgjedhje të reja të panevojshme. Zgjedhjet e fundit janë mbajtur me 28 dhjetor. Për bindjen time të fuqishme, zgjedhjet nuk ka qenë mundur të mbahen me 21 dhjetor, për shkak se ekziston edhe shkresa nga Sekretariati i Komisionit Qendror Zgjedhor, që thotë që e kanë të pamundur organizimin e zgjedhjeve për 21 dhjetor për të përmbushur afatet e domosdoshme kohore lidhur me sfidat teknike e logjistike. Mos harroni që ne kishim në tetor dhe nëntor 2 raunde të zgjedhjeve lokale dhe hym në procesin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare ende pa u bërë certifikimi i zgjedhjeve lokale. Prandaj nuk ka pasur mundësi tjetër për datë përveç se 28 dhjetor. Nëse dikush do të mendonte që ka qenë mundur të organizohen zgjedhjet me 4 janar, as kjo s'ka qenë mundur për shkak të aspektit buxhetor. Ju e dini që në muajt e fillimit të këtij viti kemi shkuar sa i përket buxhetit me 1/12, e 1/12 nuk do të mjaftonte për shpenzimet e Komisionit Qendror Zgjedhor, sepse nuk ka qenë situatë normale, pra KQZ si nevojitën shumë më shumë mjete në muajt kur ka zgjedhje. Nëse jep të drejtë gjykata kushtetuese në ankesën që e keni dërgu dhe fillon ky 60 ditëshi, ju deklaruat këtu që synoni me partitë opozitore me arrit 80 deputet në sallë si kurum, por megjithatë të 2 kandidatët për president janë të vetëvendosës, janë me libresë të partisë. Çu synoni me i bind deputetët e opozitës që me ardhë edhe me u votu qoftë Konjufcën, qoftë Mullhoxha Kollçokun? Së pari, unë kam zhvilluar 3 takime me kryetarin e LDK-s dhe 2 takime me kryetarin e PDK-s. Fatkeqësisht në 48 orët e fundit para se të mbrim tek mesnata e 5 marsit, nuk pat asnjë takim. Mendoj që kjo ka qenë dëm dhe gabim. Është dashur që takohemi edhe në 48 orët e fundit dhe mos harroni vetëm kur u bë e pamundur figura konsensuale, vetëm atëherë kur PDK-ja kërkoi që ne t'i sigurojmë votat për të 2 kandidatët e saj, pa na i treguar fare emrat neve, më pak se 30 orë para mesnatës 5 marsit, ne nxorëm emrin e Glau Konjufcës dhe sërish pritëm, sërish u refuzua takimi me mua dhe vetëm 3 orë para mesnatës 5 marsit e nxorëm edhe emrin e Fatmire Mullhoxha Kollçoku. Unë besoj që me krerët e partive opozitare duhet të takohemi dhe unë qysh sot do t'ju dërgoj ftesa për të takuar në fillim të javës ardhshme. Nëse do të kemi gjatë dhe gjithë shtesë, marrë parasysh të takimet pa rezultat, edhe një qendrim të ujtë për vendimin e Komisionit të Rajoneve të BE-s për me heqë fusnotën për Kosovë. Më falni se nuk e... Komiteti i Rajoneve të BE-s ka heqë fusnotën për AKK-n komunat e Kosovës. Po duket që si vjet pranvera po vije më herët dhe siç u tha atë botë që fusnota do të shkrihet si një fjollë bore, ndoshta është gabuar viti dhe qeveria, por kjo po ndodh. Natyrisht që kemi ende trashëgimi të keqe nga ajo kohë dhe nuk do të duhej të entuziazmoheshim tepër. Unë po e ritheksoj që pengesat, problemet, sfidat, vështirësitë kryesore që i kam pasur gjatë negociatave në Bruksel vinë pikërisht prej trashëgimisë së mbrapsht që na e kanë lënë qeveritë pararendëse. Ne po punojmë me krejt çfarë dime mundemi, me shumë zell, por edhe durim që ato të eliminohen dhe unë besoj që në Bruksel është atmosfera pozitive që Kosova të bëj hapa përpara. E 2 hapat më të rëndësishëm në vijim janë pyetësori prej Komisionit Evropian dhe statusi i vendit kandidat. Tash është presidenca e
Qipros në Bashkimin Evropian, prej një korriku të fillojnë presidenca e Irlandës dhe këto ditë ne kemi ambasadorin e Irlandës që mbulon Kosovën nga Budapesti në vendin tonë. A mendon që ambasadorët publikojnë në gjykatën kushtetuese? Sa ka gjatë gjindën një konsensus, marrë parasysh që takimet që kemi pas s'kan sjellë ndonjë rezultat. Gjasa për konsenzus përcaktohet vetëm nga të tjerët për shkak se gatishmëria jonë për konsenzus është e plotë. Faleminderit shumë. Po kjo nuk mundohet se nëse janë ne jemi të gjithë që paguemi nga Ministria e Financave dhe nëse të gjithë të tjerët ne e kemi marrë rrogën, është e pamundur që të kenë ndodhur një gabim teknik që të gjithë punëtorët këtu mos të kenë paga. Domethënë, ajo që është thënë, nëse janë punëtor të SHK-s ose të institutit këtu, është e pamundur që mos t'i kenë pagat, edhe ju kisha lutë sinqerisht që informacionet që i merrni të verifikohen paraprakisht. Se po kemi disa raste që për arsye të ndryshme përballemi me informacione të cilat nuk janë të sakta. Unë e kuptoj që disa mund t'japin për shkak edhe të mosdijes disa informacione të pasakta, mirë po kjo krijon një huti të panevojshme që besoj që edhe gazetarët të cilët janë për ta informuar në mënyrë korrekte publikun nuk ishin pas shef me ndodhur diçka e tillë.